Qa po ndodh kulla, flasim pak geopolitik, në këto mëdej po flasim ne, Putini është në Indi, Macroni është në Kinë. Pra Putini është duke takuar me Modin, kemi ca foto edhe video që do e shkojmë tani. Putini është duke takuar me Modin, i ka bërë një super pritje shtetërore. Dhe Macroni me Xin. Në shpjego pak çfarë po luhet kulla, janë takime që ishin lënë përpara dhe kanë rastisë të jenë të dyja në të njëjtën kohë, apo është rregulluar në mënyrë të tillë që të jenë të dy njëkohësisht? Është rregulluar në mënyrë të tillë që të jenë të dy njëkohësisht. Do mund na i thuash pak çfarë fshihet poshtë mbulesave që nuk i shohim, pra poshtë tryezës, underground? Fshihet fuqia politike dhe ekonomike e BRICS-it. Që do thot? Praktikisht presidenti Kinës i ka thënë Macronit, ty perëndimi po të mbyt ekonomikisht je duke falimentuar, ke mbritur në fundin tënd. Unë mund të t'i blej 150 Airbus, mund të blej borxhin. Kam bërë këtë marrëveshje. Pra të po diskutojnë. 150 Airbus. Po, mund të blej borxhin e jashtëm të Francës, mund të mbështes ekonomikisht si askush tjetër në këtë moment të vështirë të ekonomisë tënde, duke qenë që FMN-ja të ka deklasuar borxhin e jashtëm e tjerë, por ti duhet të ndryshosh disa pozita geopolitike. Që do thot një? Ukraina. Do ndryshosh qëndrim për Ukrainën? Sigurisht. Që do thot? Si ta shënoj, se ky Macron është i vetmi në Europë që thot luft. Këtë gjë duhet të ndryshoj, pra ata kanë folur që duhet të ecin përpara me paqen, me negociatat e tjera. Se Kina luan këtë rol, domethënë, që jo luftë. Kina është munduar, Kina në anën tjetër i ka furnizuar me armë. Sigurisht. Edhe gjëja tjetër është presidenti Kinës nëpërmjet Francës synon të hyjë në tregun evropian. Jo se s'ka hyrë, të hyjë më fort. Të hyjë akoma më fort. Dhe qa do për shumë në Francë? Qa interesant? Gjithçka që ka të bëjë me nanoteknologjinë, me industrinë aerore airspace, duke patur parasysh që në Francë ndodhen dy nga koloset e mëdhenj të airspace-it, që është Airbusi dhe Thalesi. Edhe duke patur parasysh që gjithashtu Franca është një nga dy këmbët e Bashkimit Evropian, një nga dy këmbët kryesore. Po të kemi parasysh që në të shkuarën Franca ka pas një rol kolonial në një pjesë të Azisë, Vietnami, ato rajonet e tje. Indokina këto. Indokina, sot nëpërmjet një aleance geopolitike me Kinën, ai jo vetëm që jep mundësi oksigjen ekonomisë së vet, por jep edhe një rikthen rolin geopolitik të Francës në Azi. A do të bëhet kjo martesë dhe a do ta lejojnë amerikanët këtë martesë, ti e di që në një anë Trumpi thotë gjithçka kundër Kinës, edhe në anën tjetër këta shkojnë dhe vallëzojnë me Kinën. Të do të shojmë, po kjo vjen në momentin kur Putini ka ecur shumë përpara në marrëveshjen dy palqe me SBA-n, ato që ne kemi diskutuar këtu që nga Alaska, dhe tashmë Putini shkoi dhe bëri një vizitë shumë... Më shpjegove Macron, më shpjegove France-Kin, tani më shpjegove pak Rusi-Indi. Rusi-Indi do të thotë, në qoftë se Ledio na jep një hartë, unë ta shpjegoj me lëvizjen hartë. Karezik e ka hartën, apo jo? E ka hartën Ledio, jep e Ledio. Rusi-Indi do të thotë që me që Bashkimi Evropian vendosi që në fund të 2027-ës të mos blej më fare hidrokarbure, gaz ose naftë nga Rusia, tani në qoftë se ti je shef, parashikohet të bëhen dy, një gasjellës i madh që vjen direkt nga Rusia dhe një naftësjellës që vjen drejt për drejt nëpër Kazakistan, edhe zbret poshtë pastaj në Afganistan, edhe shkon drejt për drejt në Indi, shkon poshtë në këto stanet. Pra, janë një gasjellës dhe një naftësjellës që parashikohen të ndërtohen aty, dhe në anën tjetër parashikohet të ndërtohet edhe një naftësjellës tjetër edhe një gasjellës tjetër nga Irani në Indi. Pra India, që është një superfuqi industriale në Azi, do të fuqizohet me fuqi energjetike të drejt për drejta nga dy nga aktorët më të mëdhenj energjetik në atë rajon. Ki parasysh që India është konkurrenti numër 1 i Kinës dhe versus, do me thënë, në anën tjetër. Kështu që Po pse këto dy vizita ne na tregojnë që
aksi i geopolitikës botërore është zhvendosur tërësisht në zi. Po pse këto gazodykët kula? Këto, thuaje, gazsjelësit. Këto nuk ekzistojnë aktualisht, po flasim ne midis Rusisë dhe Indisë? Jo, Rusia ka rritur qes nga India gjysmën e naftës vetë me çmime. Ka arritur të shes në Indi, jo nga India. Jo, nga India e ka quar në Indi. Po me se e qonë pra? Po me anije. Sepse nuk ka tub, apo jo? Me anije të mëdha e qonë. Tub nuk ka aktualisht? Jo, nuk ka tub. Dhe ti thua, kjo takimi Putinit me modin është bërë pikërisht për këtë, për të marrëveshje. Parashikohen të bëhet një gazsjellës i madh dhe një naftsjellës i madh, dhe jo rastisht të kaloj nga Afganistani dhe nga Kazakistani, nga stanet, nga ishte republikat sovjetike. Dhe kjo e qonë në të dyja vizitat. Ndërkohë aktualisht e qonë nga rruga blu, apo jo? Po, të dyja vizitat e qojnë atë balancën e politikës dhe geopolitikës ndërkombëtare dhe të tregtisë ndërkombëtare në Azi. Pra, nuk është më Evropa dhe nuk është më Amerika, po është Azia kryesore. Edhe për shkak të faktit sepse janë dy tregjet më të mëdha. Pra kullajt, ja themi njerëz dhe troç dhe të mos gatrohen te harta. Aktualisht gjithë kjo via blu që shkojmë ne atje është mënyra se si shkon sot nga Rusia. Se si shkon nga Rusia gazi dhe nafta në Indi. Ndërkohë ajo kuqja pritet të ndërtohet. Si do kaloj poshtë. Pritet të ndërtohet. Po. Tani kulla, një gjë nuk kuptoj unë. Ky Macroni që dhe kjo është duke si pyetje naive, po do të jeni përgjigje nga ty. Ky Macroni që po jeton ditët më të këqija në vendin e vet, domethënë ka rënë fare, sondazhi është komplet kundrejt Çameti, është partia e tretë në Francë. Thjesht po vazhdon sepse është republikë franceze, është republikë prezidenciale atje dhe ai nuk ikën edhe pse i kërkojnë dorëheqjen, ikse na morën qap, nuk po kalon dot buxheti atje. Ti thua që ky është i fortë ndërkombëtarisht, edhe pse gjendja brenda në vend e ka kundrejt Çameti, është në krizë, imagjinoj ishin gëzuar, kishin falënderit Greqisë kullasi, kishte dhënë Greqia para kohe 1 miliard euro që i kishte borxh. Shiko, Macroni... Si shpjegon këtë lloj kontradikti? Macroni është personi do BTI, por përfaqëson një shtet të fuqishëm. Po është i fuqishëm realisht më? Gjithë indikatorët ndërkombëtar e kanë nxjerrë me të kuqe më kulla. Ka ardhur duke u dobësuar, sigurisht, ai prandaj ka shkuar në Kinë, por është faktori i fuqishëm. Pra përveç faktit që është fuqi bërthamore kulla. Me çfarë atuje ka tjetër Franca që sot mund të bëj këtë lojra? Është antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit. Dakor, por nuk është vetë. Është vend themelus, po pra, po 5 janë, është vend themelus i BE-s, është një nga 4-5 ushtrit kryesore të NATO-s dhe ka një të kaluar të fortë prej vendi kolonial edhe në Azi edhe në Afrikë. Po si ka më pra, në Afrikë i kanë nxjerr Wagnerin për jashtë. U dobësua, por po tenton që të ringrihet. Dhe me sa di unë, pastaj ka edhe mbështetje jo të vogël në nivelin e masonerisë ndërkombëtare, kështu që ka dhe aty. Tani gjithë mediat franceze sot, kthe edhe një herë të videon e Macronit që vrapon ashtu si bebe mo le di ama. Gjithë mediat franceze thoshte nga që ka kohë tashmë që në Francë nuk i bën më këto punë, sepse nuk del dot para njerëzve. Në mesat të mbyllura dhe e bën në Kinë, kupton? Në Kinë e shohin si superstar. Normal, do se edhe nuk është e mundur në Kinë qosh gjithmonë një president. Se Kinë është shtet unitar. Dimgje apo vazhdojnë takimet për shumë? Dimgje që ka firmos Macroni dhe Kina dhe kjo Xia? Nuk kanë firmos kush e di se çfarë. Po çfarë është simbolike kjo vizitë? Jo, po janë marrë vesh që do ngrenë grupe puni përbashkëta që të ecin përpara. Por kulla, mos është kashillik për Trumpin kjo më burr. Është kashillik për Trumpin, sigurisht. I për Macronin kjo. Po sigurisht që është kashillik. Jo, e bën dhe Kina. Sigurisht që është kashillik për Trumpin, sepse Kina nuk po blen më borxhin e jashtëm amerikan. Borxhin e jashtëm amerikan po e blen arabët, prandaj Trump është lidhur me arabët. Por në anën tjetër, Kina po i ka thënë Macronit, unë do të blej borxhin e jashtëm të Francës, në mënyrë që ekonomia jote dhe financat... Po do ta bëj thua? Po, Kina e bën. Është i vetmi vend që ka sasit nevojshme financash dhe parash edhe industrie që ta bëjnë. I vetmi vend botë që mund ta bëjë. Pra kjo po luhet midis tyre pra. Po sigurisht. Ndërkohë thua ti në Indi është kjo vija që pam, Putin Modi, është kjo vija që ata ai do atë. Intereson të dyja palëve kjo. Po. Edhe Rusisë dhe nafta. Dhe përfitojnë cilat vende përfitojnë nga ky tubi të bluja që do nxjerrë lehtë edhe Irani. Përfiton dhe Irani? Po, sepse do shkojë dhe nafta dhe gazi iranian në Indi. Po pse ku është Irani në këtë hartë? Irani është pak sipër mbi Indi. Shikon ku është. Irani kanë mes vetëm Pakistanin, zbret Irani direkt në Oqeanin Indian, edhe shkon direkt atje.
Nuk e shofën këtu. Po e ke mu përballë, mu që si se shef. Jo nga që nuk shuhet Iran, prandaj. Azerbajxhani, Iran, e ke Rusi... Te Azerbajxhani, në gjithë me Azerbajxhanin. Po, është vënd një gjithur me Azerbajxhanin. Dakord. O gulla, dëgjoj. Kalon në për Kaukaz, edhe zbret. Po kjo via blu që është aktualisht... Sot është në përdet. Mi pra, po, kjo via blu kalon që këte nga Balkani, jo? Jo. Ku kalon kjo? Kjo kalon, ka 2 vija... Tu në Europë e kanë fjallën. Kjo kalon atje lartë në për detin e Veriut, pastaj futet në Gjiblartar, në detin Mesdhe, po ka dhe një rrugë tjetër që futet nga deti Zi, edhe kalon aty mes Turqis dhe Greqis, dhe futet prap në detin e Kuq, dhe del në është rrugë shumë e gjatë. Ata duan që ta shkurtojnë me një gasjellës të drejt për drejt, dhe një nafsjellës të drejt për drejt. Ore Kulla, me që të kam këtu, ma thuaj edhe një tjetër, se me siguri nuk e bëra temë vete këtë, sepse ka shumë gjëra dhe s'mund të futim të gjitha. Që ishte kjo, vlla, pse janë gëzuar? Pse po festojnë grekët, ka bërë një marrëveshje me Trumpin, miqë tani, jo ata të dy bashkë, shumë si ka, dy qeverit, ka bërë një marrëveshje që në Greqi e kanë gati ata infrastrukturën për të kaluar gazin amerikan për të shitur në Europë. E ke dëgjuar besoj? Po. Është gjë e madhe kjo, por do të thënë rëndësia e kësaj cila është. Amerikanët është e rëndësishme sepse krijon treg, ka një treg me gazin atë. Amerikanët është GNL-ja. Gazin e lëngshëm. Çështja është që amerikanët për amerikanët është shumë e rëndësishme, sepse amerikanët do zëvendësojnë një pjesë të gazit rus në Evropë dhe do shesin gazin amerikan me çmime më të larta. Për Greqinë është shumë e rëndësishme sepse habi nga ku do shitet dhe do furnizohet Evropa është Greqia. Është porta atje. Po. Dhe ti thua përfiton ekonomisht Greqia nga kjo gjë? Sigurisht. Po çfarë përfiton? Po përfiton sepse është vend i tranzit, ngelet gjithmonë një fi. Sepse sasitë e mëdha. Dakor. Kështu në farë mënyrë do ulin çmimet apo jo? Jo, çan. Jo, ulet çmimi në vendet që është ky tranziti pra. Në përgjithësi kur kalon gazi në një vend, ti je Jo, ai vendi ku kalon nuk funksionon kështu. Ai vendi që kalon merr një pjesë, merr një komision të çmimit. Vetëm kaq. Po nuk është pak se kur bëhet fjalë për mira dhe mira një është pafund. Po Pireun do ta lëshoj se Trumpi ka kërkuar Pireun mi çata gjithë. Ai ka thënë të shohim në çka e vështirë. Që kanë kinezët. Ta shohim. Portin e Pireut. Nuk e besoj që është kaq e lehtë. Nuk e është vështirë thua ti. Nuk e besoj që është kaq e lehtë. Varet çfarë marrëveshje do bëj Miçotakisi me Izraelin për gazin që vjen nga lindja e mesme me tubacione dhe a do kalojnë nëpër Greqi. Pra nuk do ta bëj Greqia nëse s'merr diçka në këmbim. Dakor. Tregti është. Po ç'mund të marrin në këmbim, se ti i di këto lëra që bën atje. Ai gasjellsi i famshëm që vjen nga gjiri persik dhe që kalon dhe përfundon në Izrael, pra kalon në Jordani, Arabi, pra edhe gjiri persik, del në det Mesdhe nga Izraeli, nëse shkon drejt për drejt me tuba në det në Greqi, atëherë Greqia e ka një arsye pse ta rimari portin e Pireut. Po nëse nuk merr gjë në këmbim, ç'a do bëj? Ledio, bëjmë një xhiro urgjent te Dorelani sepse më kanë informuar që vazhdon deta